Përshëndetje të nderuar teleshikues, do jemi së bashku në edicionin informativ të lajmeve në Media Plus. Banorët e qytetit të Krujës vazhdojnë të thithin ajrin e furrave të djegura nga gomat e automjeteve, të cilat përmbajnë lëndë kancerogjene. Sipas statistikave të një studimi mbi kontrollet e popullatës, rreth 18 raste kanë ardhur vetëm si rezultati i ndotjes së ajrit. Kjo situatë e krijuar ka ndikuar ndjeshëm dhe në uljen e turistëve nga viti në vit në qytetin e Krujës. Masakra mbi kodrinat piktoreske të Fushë Krujës, nga ku merrte dikur hijeshin dhe qyteti i Krujës, nuk ka të ndalur. Të mbira si kërpurdhat, furrat e gërqeles janë bërë zotër të ndogjes më të madhe në ndonjë rajon të vendit. Në këtë vend mund të jenë djeg goma sa për të mbajtur gjithë automjetet e vendit për vite të tëra, dhe dihet si është tymtaja e gomave të djegura, me përmbajtje lëndë kancerogjene dhe sidomos me ndikim të fortë negativ në mushkëri. Spaku sipas statistikave të shërbimet të një studimi, delsa nga kontrollet e ushtruara në popullatën afër, 18 raste kanë rezultuar me probleme që kanë ardhur pikërisht prej ndotjes së ajrit nga ky element. Të gjë sqaron në bisedën e tij për Media Plus Hasan Stafa, drejtori i qendrës së konsumatorëve të Shqipërisë. Është një e vërtetë, së pari do falenderoj Media Plusin e Lezhës, e cila ka gjetur mundësinë dhe kohën për të ardhur në zyrën e mbrojtjes së konsumatorëve, që është tashmë një qendër kombëtare e ankesave të konsumatorëve, dhe pikërisht edhe në fushën e ndotjes së ambientit ka goxha ose ka shumë vretje, ka shumë ankesa nga konsumatorët e zonës të cilët këto furra gërqeli ushtojnë aktivitetin. Edhe pse numri i furrave që mbulonin gjithë rajonin me shtollun nga tymi janë ulur spaku sipas shifrave zyrtare nga 76 në 30 që mbeten problematike, gjendja e rënduar vazhdon, e reflektuar në shëndetin e 60.000 banorëve të Krujës që gjenden në këtë rreze në ndotje. Dhe një shifër tjetër që thekson ndikimin e këtij fenomeni është fakti se numri i vizitorëve, qoftë huaj apo vendas për në kalan e lashtë të Krujës dhe qytetin historik, ka vazhduar të bjerë nga viti në vit. Pikërisht për këtij fakti, ndjeshmërisë që syri i vizitorit ka që poshtë Krujës nga 350.000 planifikuar në vit për të vizituar, është në 100.000 më pak. Natyrisht kanë vrejtje për strukturat vendore atje, sepse strukturat vendore siç është Agjencia e Mjedisit Durrës, që mbulodhet zonën e Krujës, duhet kishte bërë punë më tepër në minimizimin dhe zhdukjen e këtij problemi që tashmë është kthyer në një fenomen kancerogjen për gjithë rreth 60.000 banorë të cilët jetojnë në atë zonë. Duhet të përshëndes atje institucionin e nënprefektit, institucionin e kryetarit të Bashkisë Krujës dhe atë të Fushë Krujës të cilët kanë ndërmarrë ditët e fundit ndërmjet strukturave të tyre vendore, policisë bashkiake dhe strukturave të tjera, kanë ndërmarrë një aksion së paku për evidentimin e një pjesë të tyre të cilët janë dhe të paregjistruara dhe të palicencuara, që tashmë përbëjnë dhe një rrezik jo vetëm thjesht rrezikun e smundshmërisë, por edhe rrezikun e shmanges nga taksat dhe barra fiskale, që janë detyrimet të cilat së paku duhen paguar, por këto duhen paguar atëherë kur këto furra gërqelje ushtrojnë aktivitetin e tyre në përputhje me kërkesat e ligjit dhe standardet përkatëse. Nëse rreth 260.000 vizitorë janë futur në Krujë për këtë vit, të dhënat që ose ajo që parashikoi ishte të shkonte rreth 350.000, pra janë rreth 100.000 që kanë vizituar qytetin e Krujës më pak. Dhe këto 100.000 janë ato njerëz të cilët kanë shohin ato tymra, ato mjegullnaje, atë ndotje ambienti, dhe të cilët pastaj largohen pa ardhur pa i kryer një vizitë tillë, edhe si thuaç pa ardhur dhe pa kontribuar për këtë qytet, i cili si burim kryesor ka të ardhur nga fusha e turizmit. Askush nuk arrin t'i kontrollojë furrat natën, madje edhe as ditën, pasi sipas ligjit është detyrueshëm përdorimi i lëndës drusore për djegje për furra të licencuara, por shtullungat e tymit me ngjyrën e zezë dhe erën karakteristike të gomave vazhdon të ndot vendin pafund. Nëse ka një minimum ndërgjegjësimi sot për këtë çështje, kjo vjen sepse prej vitesh ky fenomen është denoncuar rregullisht prej mediave. Teleshikuesit e Media Plus kanë pasur kënaqësinë që në emisionin Dimension por rreth 2 orë të ndjekin në një bisedë interesante, plot sharm artistik dhe humanizëm njerëzor, aktoren Margarita Xhepa. Në pyetjet e bëra nga gazetari Gjergj Marku, ajo ka rrëfyer jetën e saj artistike, plejadën e aktorëve me të cilën ka luajtur në skenë, si dhe momentet më të bukura të jetës së saj si nën, artiste dhe bashkëshorte njëkohësisht. Me një rrëfim human, plot sharm artistik dhe humanizëm njerëzor, ka ardhur të premte në Dimension artistja e popullit Margarita Xhepa. Artistja e madhe 77 vjeçare, që duket se vitet nuk ja kanë zbërur as pak shpirtin entuziast, ka rrëfyer për teleshikuesit e Media Plus për gjatë afro 2 orëve gjithë jetën e saj artistike, që nga nusja me vello e deri tek rolet e mëdha të teatrit antik, luajtur jo vetëm në skenat shqiptare, por në shumë vende të botës. E desha artin aktere kur nuk dija ta kuptoja se që është arti. Edhe me të drejtë, se më vi nga një qytez, si që është Muzejqeja Lushnja. Kam lindur aty, por sot një shkrimtar nga Peja, sot aty ku më ka rënë shtati,
aty ku kam lindur, aty gjej dërman. Se vërtet njeriu merr nga vendlindja shumë kujtime të bukura. Edhe këto kujtime unë i kam mbajtur gjithmonë me veten time, edhe më kam ndihmuar në punën time artistike. Duke u qasur disa prej roleve që kanë mbetur në memorien e brezave, ajo është ndalur në plejadën e aktorëve me të cilët ka luajtur role të mëdha, duke bërë historinë e artit dramatik shqiptar. Emra të mëdhenj aktorësh, drejtuesish e regjizorësh kanë kaluar në shfletimin e memorjes së divës së artit shqiptar në mënyrë shumë të thjeshtë dhe origjinale dhe me një pasion impresionues. Kur vajta unë që ishte do ta quaj një fat, vajtjen time në teatr. Edhe teatri ishte ndërtuar, kishte krijuar personalitetin e tij artistik, sepse në repertor kishin autor të mëdhenj, kishin ardhur regjizor të huaj, po dhe regjisorët tonë që kishin studuar jashtë, që ishte Mjallaq Lorasi, Kujtim Spajvogli, Piromani, që mbajtën mbi 30 e sa vjet e mbajtën teatrin, duke vënë vepra nga më të bukura, nga më të vështirat, por duke marrë nga gjithë rrethet e Shqipërisë aktorët më të talentuar, në veçanti do veçoja Shkodrën. Sepse e veçoj Shkodrën se ka pas traditë Shkodra, është ndjepi artit të kulturës. E bukur dhe emocionuese kanë ardhur vargjet poetike, sepse siç thot Xhepa, poezia e çon në skenën e teatrit. Poezia e nënës e poetit Din Mehmeti ishte një him kushtuar nënës, e recituar edhe në këtë emision. Unë e kam dashur që në vogli poezin. Nuk dija ta kuptoja mirë, më pëlqente vargu i saj, po nuk isha në gjendje pse më pëlqente. Edhe kështu që ajo më ngacmoi e para, vargu i bukur. Edhe i dua poetët, si thot drejtoroi Jon i Madh, i dua poetët me zemër të gjerë Sadeti. Edhe prandaj dhe mua atëherë më ka bërë përshtypje fjala poetike. Dhe ajo më ngjiti për herë të parë në skenë. Në një set pyetjesh të një spektri të gjerë të gazetarit Gjergj Marku, artistja ka përmendur një mori rolesh të luajtura në teatr dhe kinematografi. Nuk më harrohet kur ai vargu të vranë, Toke për omiti të vranë. Në çdo film ne kemi histori. Në çdo xhirim, mënyra si e punojmë, si e xhirojmë. Nuk harroj një moment aty, ka mbetur shumë i gjallë. Do vriteshe burri, do ta vriste beu, do ta vriste për një cop tokë, për një vij ujë, ashtu ishin marrëdhëniet atëherë krijuar. Edhe i thash, do më ndihmosh regjizor të dëgjoj një krism, se unë punoja në arë me djalin e vogël, 8-9 vjeç. Po si, patjetër, tha, i duam këtë se na ngacmojnë. Dela i spontaniteti, i themin, e vërtet, i sinqer, jo i luajtur, jo teknik. Edhe ra vërtet ajo dhe mua më ndihmoi çik dhe ajo hecja. Që ka ndodhur se ka qenë gjithmonë që sharja për buzja e beut ka shi. Dhe u zu djali me djalin e tij dhe filloi hakmarrja. Edhe mos më ka ndodhur ndonjë gjë edhe kur vi shikoj aty që burri ishte gjakosur, edhe hedhur aty në kanal. Qaj me gjithëmend. Dhe kështu rol pas roli në teatr apo kinematografi, artistja e popullit ka sjell emocionet e një jete të tërë artistike, mbushur me emocione të bukura, për të mbetur një nga bisedat më interesante të realizuara në studion e Dimension. Në Lezhë është mbajtur konferenca e veteranëve të luftës nacional shërimtare për Lezhën, në të cilën morën pjesë kryetari i Komitetit Kombëtar të Veteranëve, deputeti i qarkut të Lezhës Gjovalin Kadeli, si dhe veteran të luftës. Në këtë takim, kryetari i veteranëve të luftës për Lezhën Recep Vlati bëri një ekspoze të punës së bërë, si dhe lëshoi akuza të forta për qeverinë, si dhe forcat e errta të ballit dhe legalitetit, që duan të zhdukin luftën nga kujtesa historike e popullit shqiptar. Në një atmosferë të veçantë tradicionalisht të tipit para 90-s, edhe si një lloj nostalgjie për mënyrën e analizës në raporte e diskutime, është mbajtur sot në Lezhë konferenca e veteranëve të luftës nacional shërimtare për Lezhën. Në këtë takim morën pjesë Rustem Peçi, kryetari i Komitetit Kombëtar të Veteranëve të luftës nacional shërimtare, dhe Gji Kurtiqi, kryeredaktori i gazetës Kushtrim Brezash, si dhe deputeti Gjovalin Kadeli, drejtues vendor të Partisë Socialiste e të tjerë.
Pjesëmarrësit kanë respektuar me 1 minutë heshtje ish kryetarin e veteranëve Adnan Qatipi, si dhe veteranë të tjerë, por nuk u përmend asgjëkundi Ramiz Alia dhe nuk u mbajt heshtje për të. Vladi ka bërë një ekspozet të punës së bërë, duke lëshuar akuza të forta për qeverinë dhe sidomos për ballin kombëtar dhe legalitetin, si dhe forca të errta të tjera, që sipas tij duan të zhdukin luftën nga kujtesa historike e popullit. Siç dhe shihet nga pjesëmarrësit në mbledhje, por dhe analiza e shifrave nga konferenca, në sfond të viteve gjithnjë më shumë, po duket një raport veteranësh e pasardhësish, që sa vjen e thellohet në favor të këtyre të dytëve. Fakti cituar dhe në raportin e mbajtur nga kryetari i veteranëve të luftës Recep Vlati, ku janë analizuar sukseset dhe objektivat e organizatave të ndryshme. Analizat të tilla po mbahen në për të gjitha rrethet për të përfunduar në konferencën kombëtare që do të mbahet në Tiranë. Rruga Milot Borrell është kthyer në një nga rrugët më të vështira për drejtuesit e automjeteve, jo vetëm për shkak të terrenit të vështirë të saj, por dhe të grabitjes nga persona të papërgjegjshëm të mbrojtësve metalik anësor të rrugës. Ndërsa problemi është aq emergjent nga ana e policisë rrugore, nuk është marrë asnjë mas për evitimin e këtij problemi. Ndodhë se shpeshherë është bërë problem mediatik grabitja mbrojtësve metalik anësor të rrugës Milot Borrell, ky fenomen nuk ka të ndalur. Heqja e anësorëve të sigurisë rrugore në këtë terren të vështirë mund të ketë pasojë të paparashikueshme për drejtues automjeteve dhe pasagerët që lëvizin në këtë aks nacional. Grabitja fillimisht ka nisur në zonën e Kurbinit, por më pas ajo ka vazhduar edhe në zonën e Matit dhe siç duket nuk ka të sosur. Të shqetësime ngrenë dhe drejtuesit automjeteve të cilët shtojnë se me këtë pasiguri ndonjë ditë mund të përfundojnë edhe në liçenin e Shkopetit. Kjo është një gabim shumë i madh që është bërë. Ne si drejtues mjeti, pa patur tabelat, pa patur kufizuesit e rrugës, pa patur vjet e bardha në rrugë, etj, ne nuk mund të kuptojmë se ku është kthesa, ku është kthesa Majtas, ku është Djathas, ku është kthes Difishe, ku është kthes e Fort. Ne nuk mund të kuptojmë përqindjen e pjerësisë rrugës, ku është Malore, ku është Dishes, etj, që ndikojnë ke neve. Kjo ndikon ke drejtuesi mjetit. Tani se pse janë vjedh, ku janë vjedh, ku kanë vajtur, etj, këto nuk janë probleme që na takojnë neve. Ne na takon vetëm si shqetësim. Për neve është një mbrojtëse, sepse po nuk patë tabelat, ne nuk mund të orientohemi dot. Është problem për mbrojtësit anësore, këto mbrojnë njerëzit, jetën e njerëzve dhe këto i kanë marrë. Sipas tyre drejtuesët automjeteve edhe puna e policisë lë shumë për dëshiruar. Pasi sipas tyre një kontroll po të bëhet makinave që transportojnë skrap, gjetja e skeleteve metalike mbrojtësen e to të çon në gjurmët e vjedhësve të tyre, por nuk kuptohet kjo lloj ujëdie në mes zbatuesve të ligjit dhe kundravajtësve. Kryeministri Thaçi ka pranuar bisedimet me Serbinë, por vetëm si dy shtete të pavarura, me qëllim që të fillojë një kapitull i paqes dhe i mirëkuptimit të ndërsjellët midis dy vendeve. Gjithashtu në një intervistë të tij ai ka deklaruar se për sa i përket veriut të Kosovës, nuk do të ketë kthim prapa, pasi me ndërhyrjen në veri të Kosovës ka ndodhur një sër ndryshimesh të mëdha pozitive. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka shprehur sërish gatishmërinë e tij për të biseduar me Serbinë, por vetëm si dy shtete të pavarura. Nëse dialogu politik mes Kosovës dhe Serbisë do të nënkuptonte gatishmërinë e liderëve të dy shteteve të pavarura që me sukses të fillojë një kapitull të paqes dhe të mirëkuptimit të ndërsjellët, atëherë që sot jam i gatshëm për një dialog të tillë, ka deklaruar Thaçi në një intervistë për të përditshme Danas. 3 ditë më parë, Thaçi përjashtoi çdo mundësi për dialog të karakterit politik me Serbinë. Ndërsa në një intervistë për RTK-n dhënë javën e kaluar, ai tha se për sa i përket veriut të Kosovës, nuk do të ketë kthim prapa dhe as kthim të status quo-s. Thaçi deklaroi se me ndërhyrjen në veri të Kosovës ka ndodhur një sër ndryshimesh të mëdha dhe pozitive. Në bashkëpunim me mekanizmat ndërkombëtar të sigurisë, do të vendoset rendi dhe ligji në veri, theksoi Thaçi. Ndër të tjera, kryeministri përgënjeshtroi zërat për synimin e tij për të garuar për postin e presidentit të Kosovës vitin e ardhshëm. Unë kam një kontratë me qytetarët që më kanë dhënë besim në zgjedhje dhe këtë kontratë si kryeministri i vendit e respektoj plotësisht, u shpreh ai. Vjojmë informacionet nga bota. Vazhdojnë luftimet e përgjakshme në Libi, ku qyteti i Sirtes është zgjuar me të shtëna tankesh, si rezultati të cilave 12 persona janë vrarë dhe mbi 190 janë plagosur. Trupat e Këshillit Kombëtar Tranzitor kanë hyrë në Sirte dhe janë përballur me një rezistencë të fortë nga forcat pro-Gedafit, të cilat ngadalsuan ofensivën e tyre.
Qyteti libian i Sirtes është zgjuar me të shtëna tankesh, një ditë pasi autoriteti i përkohshëm i vendit luftoi për të arritur në qendër të qytetit, duke hasur një rezistencë të ashpër. Korrespondenti i BBC-s thotë se trupat pro Ghedafit po bëjnë një rezistencë të jashtëzakonshme në një nga qytetet e fundit që nuk ka kaluar nën kontrollin e Këshillit të Tranzicionit. Trupat nisën sulmin në vendlinjen e kolonelit ditën e premte, duke zaptuar njëra pas tjetrës rrugët e tij. Nga përleshjet 12 persona kanë mbetur të vrarë dhe mbi 190 të plagosur. Forcat anti-Ghedaf morën në kontroll pothuajse të Libin 2 muaj më parë, duke rrëzuar liderin Muammar Gheddafi, që qeveriste vendin prej disa dekadash. Koloneli u largua nga Tripoli kur qyteti ra, por vendodhja e tij mbetet ende mister. Disa antar të familjes së tij ose janë larguar ose vazhdojnë të fshihen në vend. Korrespondenti i BBC-s në Sirte, Jonathan Heath, thotë se Libia nuk ka pasur mundësi të mendojë për të ardhmen gjatë kohës që binte regjimi i Ghedafit. Trupat e Këshillit Kombëtar të Tranzicionit hynë në Sirte nga Misrata në perëndim dhe nga Bengazi në lindje. Ato u përballen me një rezistencë të fortë të snajperëve pro Ghedafit, të cilët ngadalësuan ofensivën e tyre. Një vjedhje spektakolare është kryer nga një shqiptar dhe 2 shtetas grek në një bankë greke në aeroportin e Athinës, i cilësuar si vendi më i ruajtur në Greqi. Por policia greke arriti që me informacione në rrugë operative të arrestojë 3 të dyshuarit. Vjedhja e bankës u quhet si ndër vjedhjet më të veçanta të kryera në Greqi. Një shqiptar dhe 2 shtetas grek janë arrestuar nga policia greke në akuzën e grabitjes me armë të një banke. Sipas policisë greke, 3 të arrestuarit akuzohen se kanë kryer një ndër grabitjet më spektakolare të kryera ndonjëherë në bankat greke dhe pikërisht në bankën e aeroportit të Athinës, Eleftherios Venizelos, e cilësuar si vendi më i ruajtur në Greqi. Policia thotë se një ditë përpara grabitjes, një femër identiteti së cilës mbetet i panjohur, njoftoi punonjësit e bankës për riparimin e bankomatit të vendosur jashtë bankës. Telefonusja u dha punonjësve dhe emrat e teknikëve dhe orën e riparimit. Një ditë më vonë, shtetasi shqiptar i arrestuar tashmë u paraqit në hyrje të bankës dhe pasi u tregoi punonjësve të bankës badgen e kompanisë private që riparon bankomatet, hyri në ambientet e brendshme të bankës. Në vazhdim, 32 vjeçari nxori një pistolet dhe pasi lidhi 2 punonjës dhe drejtorin e bankës, zbrazi me shpejtësi 1.430.000 euro kesh, $31.000 dhe 18.000 pound britanik. Pasi grabiti parat, 32 vjeçari doli i qetë prej bankës dhe u largua nga aeroporti me një taksi, pa harruar më parë të pyeste policët e shumtë që gjendeshin në korridorin e aeroportit se ku mund të gjente një taksi. Burime policore thanë se arrestimi i 3 të dyshuarve u bë pas informacioneve në rrugë operative. Gjatë kontrollit të kryer në banesën e 32 vjeçarit dhe të dashurës së tij greke, u gjetën 750.000 euro dhe një sasi dollarësh dhe poundësh britanik. Në banesë u gjetën dhe disa armë dhe jelek antiplumb. Ngjarja e kushtoi vendin e punës gjithë drejtuesve të policisë së aeroportit Eleftherios Venizelos. Të arrestuarit pritet të dërgohen gjykatës së Athinës për mas sigurie. Kombëtarja shqiptare ka humbur me rezultatin 3-0 me Francën, duke i shënuar kështu dhe një humbje tjetër. Lojtarët e kombëtares Kuqezi deputuan e bën një figurë jo të mirë përballë kombëtares franceze. Por ekipin ton i vetmi lojtar që spikati me lojën e tij ishte Odise Roshi i ekipit të Shpresës. Shqipëria është turpruar edhe më keq në ndeshjen me Francën, e jo kjo për faktin e rezultatit 3-0, por se nuk kanë arritur asnjëherë të pasojnë më shumë se 2 herë topin, e jo më të mendonin për të goditur portën kundërshtare. Një formacion i arnuar ky Kuqezi, më shumë emra të rinj të cilët u grumbulluan për emergjencë e për fatin e tyre të keq, deputuan e bën një figurë jo të mirë në Francë, pasi është hera e parë që luanin me njëri tjetrin e vetëm 3 ditë ishin stërvitur bashk. I vetmi për të cilin mundi të luajë të shfaq agresivitetin e ishte Odise Roshi, i marrë nga ekipi Shpresa për të mbrojtur e sulmuar në krahun e majt. Ndërkohë të tjerët thjesht shëtisnin uniformën në fush, e shihnin të çorientuar francezët teksa përballë ujkanit ekzistencë, paraqitja e tij më e dobët me kombëtarën shënuan 3 herë në çdo formë. Tashmë na mbetën sytë te kalendari, pasi vuajtjet me sa duket ende nuk kanë të mbaruar. Këto eliminatore, ndryshe nga ç'filluan, po mbyllen me një paraqitje të shpërfytyruar për Shqipërinë, e cila duhet përballlet edhe me Rumaninë në Qemal Stafa më 11 tetor. Është nderuar nga presidenti i Republikës me urdhrin deri i kombit aktori i madh i skenës së teatrit dhe kinematografisë Reshat Arbana.
Në këtë ceremoni, presidenti Topi, krahas motivacionit të këtij urdhri, theksoi dhe detyrimin e tij institucional për këtë aktor të madh, i cili është respektuar e nderuar nga ardashësit shqiptar dhe ata të diasporës për thjeshtësinë dhe fisnikërinë e tij. Presidenti i Republikës nderoi të premte në mbrëmje me urdhrin nderi i kombit aktorin e shquar të skenës dhe kinematografisë shqiptare Reshat Arbana. Në një ceremoni të organizuar në një mbrëmje festive, intelektual dhe artëdashës, familjar dhe miq ishin të pranishëm në momentin emocionues të dorëzimit të urdhrit të lartë me motivacionin. Aktorit të shquar të teatrit dhe kinematografisë, i cili me interpretimin mjeshtëror dhe originalitetin e tij, u bë një artist popullor e shumë i dashur për publikun, rolet e të cilit kanë pasuruar me vlera të reja kulturën kombëtare. Në këtë ceremoni, presidenti Topi theksoi, duke parë një vepër që ka mbetur në memorin e kombit dhe duke pasur parasysh faktin që juve ju duan njerëzit në Shqipëri, shqiptarët në Kosovë e Maqedoni, në mal të zije në diasporë kudo, keni interpretuar 10 filma, keni interpretuar vepra të Fishtës, të Ali Aslanit, por dhe të njerëzve të thjeshtë. Sinqerisht, asnjëherë nuk ju kam parë më të emocionuar se sa sonte. Juve ju duan, sepse kanë arsyet ju duan, sepse ju jeni një aktor i madh dhe sepse keni mbetur shumë i thjeshtë dhe jeni një njeri fisnik. Ju jeni pjesë e tyre dhe kam një detyrim institucional, por dhe nëse do të kisha qenë pjesë e thjeshtë e shoqërisë, do të isha bërë pjesë e propozimit për t'ju dhënë këtë titull. Aktori Arbana, pasi falenderoi për këtë nderim të shtetit, theksoi se ndihej shumë i emocionuar dhe tepër i respektuar. Filmi Shqiptar Maja i regjisorit Pluton Vasi është faqur këto ditë në kinemat më të përmendura të Londrës, si dhe është nominuar edhe për disa çmime. Në këtë film jepet një pjesë të historisë së Shqipërisë së sotme dhe të djeshme, e vënë në skenë në mënyrë të përsosur nga aktorët më në zë të kinematografisë shqiptare, si dhe aktorë të rinj, ku mbi të gjitha spikat profesionalizmi në interpretim. Filmi i njohur Shqiptar Maja me skenar të Lulieta Lleshanakut është faqur këto ditë në një prej kinemave më të përmendura të Londrës, ndërkohë që është nominuar për disa çmime në kompeticione të ndryshme konkurruese që nga Shanghai. Një copës historie e Shqipërisë së sotme, por dhe Shqipërisë së djeshme, e vënë në skenë në mënyrë të përsosur, me një tension frymarrës, me një kast të përzgjedhur, ku spikat dialogu impret. Një qytet i qetë, ku ujrat razohen pikrisht në momentin e ardhjes së të huajt Samiut, njëri nga Europa me origjinë shqiptare, që sjell në Shqipëri sipas amanetit eshtrat e të atit i larguar pas luftës së dytë botërore. Samiu vendos të qëndrojë edhe vetë këtu, por kjo nuk është e lehtë. Krahas aktorëve me përvojë si Gend Kame, Arben Dorhemi, Aler Çelo Aliaj, Xhevahir Zeneli, Mariana Kondi, regjizori ka përfshirë në filmin e tij dhe aktorë të rinj siç ishte Rovena Lule, që mban peshën kryesore në film në rolin e Majas, që dashurohet me shqiptarin e sapo ardhur nga perëndimi. Të jesh i përfshirë me mishe me shpirt në një histori, është një sakrificë e vërtet dhe shumë themelore për një aktor. Kështu ishte edhe Rovena në rolin e Majas, një grua e martuar nën e 2 vajzave, e cila fatkeqësisht, por dhe fatmirësisht, jeton mes 2 dashurive. Maja është sfida e parë në filmin artistik me metrazh të gjatë për regjisorin Pluton Vasi, i cili deri më sot ka krijuar kryesisht në gjininë e dokumentarit. Dhe si çdo fundjavë në rubrikën Vitrina e librit do ju njohim me botimet më të reja të autorëve vendas dhe të huaj. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Duke ju falenderuar për vëmendjen, bashkë mirupafshim.